Operatorët turistik tregojnë se kërkesat në sektorin e hoteleri turizmit kanë nisur prej muajit tetor dhe brenda pak kohësh janë mbyllur pasi interesi për juglindjen ka qenë shumë i madh. Korça është e gjitha e rezervuar për festat e fundvitit. Ne pothuajse rezervimet i kemi mbyllur të gjitha për këtë fundviti, duke filluar nga festat e nëntorit që janë shumë shpejt tani, po kështu edhe viti i ri, Krishtlindjet. Po i gjithë hoteli duke qenë me një kapacitet për 35 dhomave, i gjithë është i rezervuar. Pjesa më e madhe janë turistë vendas, po kemi edhe një pjesë turistë huaj. Po pjesa më e madhe agjensive i kanë mbyllur rezervimet edhe për 2026. Aktualisht, duke qenë se datat festive po afrojnë, kërkesa ka qenë shumë lart jo vetëm nga turistët vendas, por kryesisht edhe nga rajoni. Duke qenë se Korça është një qytet kulture, edhe arti gjithashtu, turistët zgjedhin shumë këtë vend. Duke qenë se ne edhe kemi organizime shumë të tepërta, vetëm nga bashkia, por edhe të gjitha subjektet turistike. Rezervimet kanë nisur, mund të thënë që prej muaj tetor dhe muaj nëntor gjithashtu me një kërkesë shumë të lartë, interesi ka qenë goxha i madh. Ne përgatisim paketat festive dhe aktualisht jemi drejt finalizimit të rezervimeve. Këto data janë të ezauruara për ne. Mirëpresim gjithë turistët dhe shpresojmë që të kalojnë një Krishtlindje dhe një vit të ri sa më të mbar. Pjesa më e madhe është nga tregu vendas, por nuk mungojnë as turistët e huaj. Bashkia e qytetit të Korçës ka planifikuar një kalendar festiv me aktivitete kulturore dhe koncerte të ndryshme në pedonale, pazarin e vjetër dhe fshatra turistik të Voskopojës, Dardhës dhe Boboshticës.